Një ditë pasi u akuzua se I kishte lënë të vetëm fëmijët në shtëpi, pa I çuar në shkollë dhe të pangrën, ka folur 33 vjeçaria Blerina Basha, nëna e tyre. Në versionin e saj, gruaja e re sqaron se shtëpia ishte në atë gjendje pasi prej një jave pallati I tyre ishte pa ujë. Nuk kam pas mundësi sa shumë qenë, nuk asaj jam në një gjendje shumë të mirë ekonomike, dhe familja ime, dhe për këtë arsye domethënë pretendimi im që kam, okej, dakor, domethënë shtëpia nuk është se ka qenë në atë gjendje nuk është. Që është vend kush do tjetër me më hedh më poshtë, për atë gjë domethënë jam e bindur. Po si kanë hyrë brenda në shtëpi? Domethënë ai ka hyrë brenda, se fëmijët e mi nuk janë domethënë kaq bit, domethënë nuk arritu kur me idenë domethënë që ka një baba, domethënë jo të mirë apo ka një gjyshe të mirë. Thjesht arritu me dashurinë domethënë që I kam thënë që po e ke një baba, e ke një gjyshe, e ke një nënë, e ke. Ajo deklaron se detyroi t'i linte vetëm në shtëpi pasi I duhej të punonte për t'i mbajtur, por se nuk do t'i braktiste kurrë fëmijët e saj. Që moment që ata na burgu, domethënë ka pas nis domethënë këto muajt e fundit nisi lek që nisi për fëmijët 180.000 lekë. Po me 180.000 lekë se do bëj unë, që se unë do rri shtëpinë se 4 me fëmijët. Po si është situata, domethënë 300.000 lekë kam qenë. Fëmijët kanë qenë në shkollë, thjesht kanë qenë smur, e kanë çuar një raport mjekësor te shkolla. Te shkolla domethënë është çuar raporti domethënë që fëmijët kanë nashur. Ka qenë 2 javë pushimet e shkollës, ndonëse dishe domethënë që kohën që kanë qenë pas marrë pushimet, fëmijët kanë qenë pushim, kanë çuar raporti mjekësor. Dhe në momentin që ka filluar shkolla, nisi vënë shkolla atë tetë. Shkolla ka filluar ditën e hënë. Po. Ditën e martë ka ndodhur pyetja. Po. Ne kemi pasur domethënë që atë moment në rruga jone ka qenë e bllokuar. Nuk jam nëse më qenë që do t'i lisha fëmijët vetëm, do të kisha bërë kom përpara. 33 vjeçaria ndodhet në pediatrinë e Durrësit së bashku me 3 fëmijët e saj. Rasti ndërkohë u bë publik pasi ish vjera e saj nxori një video të gjendjes ku ndodheshin fëmijët.